Situatë e rënduar shfaqet në fushën e Maliqit pas rreshjeve të 48 orëve të fundit. Përgjegjësi i sektorit portit kullimit në Bashkinë Maliq, Astrid Zholani, ka bërë me di se janë të përmbytur 70 hektar tokë bujqësore, kryesisht në fshatrat Vreshtas, Sheqeras dhe në afërsi të pyllit Fazanëve. Ka ndodhur një përmbytje për shkak të mos kanalizimeve të këtyre të gjithave. Edhe janë përmbytur të gjitha grunjat, janë 300 lyp patate, janë 300 grur, gjë që nuk riparohet me fare. Domethënë, janë gjithçka të mbaruar kalben çdo gjë. Po, nuk bëhet fjalë. Nuk bëhet fjalë, domethënë, është e mbaruar kjo situatë. I tër, kalbet as fiksohet e gjitha. Malli është i tër i mbaruar. Mbi 250 milion. Domethënë, tër mundin edhe tër sakrificën e jetës. Kam 25 vjet te kanaleve. Edhe i humba vjet e edhe si vjet përmbytjet. Nga përmbytja e këtyre tokave, Julian Guri ka humbur të gjithë prodhimin e patates, duke shkaktuar një dëm që shkon mbi 200 milion lekë të vjetra. Aktualisht në fushën e Maliqit, në momentin që flasim, janë në afërsisht rreth 70 hektar tokë bujqësore të përmbytura. Këto janë në përgjithësi në zonën rreth pyllit Fazanëve, që vjen se rezultati i goditjes i bën lumi Dunaveci me lumin Devol, për arsye sepse prurjet e tyre janë tej mase të mëdha. Për momentin që ne flasim në ura e Devolit, pranë në Maliq, që janë mbushur të gjitha hapësirat e urës me ujë dhe bëhet goditja në bazamentin e betonit, që është një prurje tepër maksimale. Probleme ka patur edhe në rrugën nacionale Maliq-Gramsh, ku për disa orë në afërsi të fshatit Qënsk, rruga ka qenë e bllokuar, ndërsa mëngjesin e kësaj tenteje uji ka depërtuar edhe në disa banesa të fshatit Shiflik.